Në librin Të jesh apo të mos jesh të Ylli Polovinës, botuar nga Gazeta Dita, përfshihet një rrëfim i rrallë i Kristina Tupit, ish sekretare personale Fatos Nanos, që hedh dritë mbi ditët dramatike të arrestimit të tij në verën e vitit 1993. Tupi përshkruan me emocion momentet e para dhe pas ndalimit të kryesocialistit, duke sjellë një dëshmi të dorës së parë nga brenda zyrave të Partisë Socialiste. Sipas saj, më 30 korrik në mëngjes, një pusull thirrjeje mbriti nga prokuroria e Tiranës, megjithse duhej të paraqitej menjëherë, Nano zgjodhi të shkonte fillimisht në mbledhjen e socialistëve në teatrin e operës. Kur u kthye, ndjeu se diçka e rëndë po afrohej. Mund të mos kthehem, tha ai, duke e lënë zyrën në heshtje. Pak orë më vonë, lajmi i arrestimit u përhap. Bashkëpunëtorët e tij, të tronditur, nisën të hiqnin dokumente nga zyra, ndonse, siç tregon Tupi, nuk kishte asgjë që ta fajsonte. Takimi i tyre i fundit ndodhi më 12 gusht, brenda ambienteve të burgut. Kristina kujton se e pa Nanon të qetë, të rruar e të përmbajtur, ndërsa ai e përshëndeti me humorin e tij të zakonshëm. Të pas kanë futur në formalin, Kristina. Në atë takim, Nano e porositi që të ruante dokumentet e partisë dhe të përgatiste materialet për kongresin që do të mbahej së shpejti.